Agroni tha se me të njëjtën disiplinë që dikur ishte ushtar. Sot ai mbjell grur, rrit bagëti, ndërton serra. Nga fazanët e deri tek lopët, të gjitha i mban. E për secilën nga to arrin që të përkujdeset si është më së miri. Tregona pak momentalisht atje i kemi në sfond edhe lopët, pasi që tha merreni edhe pak me bujqësi. Tregon pak më shumë rreth lopëve, sa kre lopi ke, me sa ke fillu, tregona më shumë karakteristika për to. Realisht ne jemi rrit me lop. Si çoban të njëherë si fëmijë prej shkollës ku jemi ardhur, do të thotë ndoshta edhe librat i kemi marrë me veti për me mësu me lop. Jemi rrit me to, s'munëm pa to. Është ambienti, janë kushtet klimatike, janë kollosat, janë çdo gjë që i plotëson kriteret edhe duhet me mbajt lop. Pra është përveç levardis, është edhe kulturë, po dhe ka tjetër gjë është që tryeza e familjes është e pasur me gjana, produkte ushqimore, produkte qumshtit, do të thotë natyrale. Prandaj ne kemi momentalisht 8 krer lop, nuk janë më shumë. Në sistem të lirë, kollosa ka mjaftueshëm, uji ka mjaft, edhe kështu që këtu kanë vërtet një cilësi, edhe të qumshtit, edhe të produkteve tjera të qumshtit, do të thotë që vinë djathi, kusi, maza e secili san tjetër, krejtësisht natyrale, krejtësisht bio, krejtësisht të shëndetshme, ja vlen me u marrë me tu, edhe kanë llogarinë e mirë, edhe ki truezën e pasur për familje, për fëmijë, për gjithë. Çfarë raca janë? Racat janë simental, zakonisht është një lloj i baktive që është mas shtepër në për këtu, i duran edhe kullosat, i duran kushtet klimatike të vendit tonë, është e mirë për qumsht, është e mirë për viça, për rritjet majmerisë, do të thotë, plotëson shumë kritere, prandaj edhe i mojmë, se është varietet i mirë, lloj i mirë i baktive që jep produkt për shumë gjana. Ajo se çka po i veçon, çka po i bën pak më ndryshe është se themi janë si në natyrë, tamam. Ka qenë kjo edhe qëllimi jot, sa i përshtaten këtij mjedisi këto. Pikërisht, i përshtaten shumë mjedisit edhe janë komplet sistem të lirë me kullos. Hajnë tana llojet e vitaminave që vijnë, nuk i merr artificial, kjo i merr prej barit, prej ashtu që ka edhe formën e jetës që duhet të jetojë natyrë, jo e mbyllur. Zakonisht prej si heket bora e dimnit e deri si të bjen e reja, këto janë natyrë. Janë kollos, edhe ju sigurojmë ushqim për tani, për qatë kohë, për ju kohore të dimnit, sa s'munu me liru, po gjithmonë janë natyrë, gjithmonë janë kollos. Shpesaria ishte ajo me të cilën filloi të mirrej Agroni në fillimet e tij. Agroni në këtë fermë mban mbi 1000 zogj.